Përshëndetje gjithëve, sot do kemi përshitje një ndër motorat më të mirë të kategorisë Sport Touring të kategoria mesme. Do kemi një NC 750X, të motorin ne kemi bërë dhe review, e keni në YouTube. Është një motor që është ideal për Sport Touring sepse ka një konsum minimal, 3.5 litra për 100 km, që as skutera 300 nuk e harxojnë aq pak. Ka shumë hapësira për bagazh, ka 2 valigjet mbrapa, ka top boxin shumë të madh. Ka dhe një hapësirë tu para në vend separatorit ka bagazh. Separatorin pasaj e ka te pjesa mbrapa dhe i shpërndarë në shasi. Ka disa ekstra të vogla, për shembull ka këtë mbrojtësen e radiatorit që është ideale për të mbrojtur nga gurat që mos shahet radiatori, është me drita LED. Ka të treja valigjet, pra top boxin dhe 2 anësore siç e tham dhe më para. Është me marmit Black Widow dhe po ta gjejmë pak zhurmën, e ka shumë bukur. Gomat i ka 90% të reja. Një zhurmë perfekte që as nuk shqetëson, po edhe nuk është e shumtuar, siç e kanë zakonisht 2 pistonçat. Shitet me çmim 5.800.000 lekë, pak i diskutueshëm nga afër. Për më shumë informacion kontaktoni direkt me numrin e pronarit, e keni këtu më poshtë.